Shqipëria sërish kualifikohet nga festivali Eurosong 2014. Përkundër pregaditjeve dhe promovimit të këngës shqiptare, e cila u prezantua nga këngëtarja Hersi Matmuja, ajo nuk arritët të futej as në gjysmë finale. Se i kujt është faji, ka të kuptojmë nga materiali përgatitur në vazhdim. Të njëjtën histori e përjetuam edhe një vit më parë, me përfaqësimin nga Adrian Lulgjuraj dhe Bledar Sejko. Pasi u përzgjodhen 10 finalistët, filluan të gjendeshin edhe fajtorët, por i kujt në të vërtet ishte faji dhe pse nuk mundëm sërish ta kalojmë pragun e gjysmë finales dhe ta sigurojmë biletën për interpretim në natën e madhe. Kualifikimi në finale është diçka që përcaktohet prej shumë elementve dhe jo gjithmonë ndoshta vetëm nga performanca dhe personi i cili bart mbi super përgjegjësinë më të madhe këngëtari, sepse ai pastaj diskutohet. Mendoj që Shqipëria dhe me Hersi Matmujen pati një prezantim shumë korrekt edhe jashtëzakonisht të vlefshëm, ka qenë kontinuiteti i performancave të bukura që ka dërguar Shqipëria në Eurosong. Jo gjithmonë faji duhet mbetur te kënga apo performanca, pasi edhe promovimi luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë fushë. Revista Albaniak me njëherë pas përfundimit publikoi një artikull rreth garës për këngën evropiane, duke cilësuar Shqipërinë jo të dobët në këtë konkurrim. Unë mendoj që prezantimi i Ershit në Eurovision ishte shumë i mirë, shumë i mirë. Shumë herë më i mirë se në festival, shumë herë më i mirë se në videon e prezantuar, dhe mendoj se duhet të kishte kaluar në finale, sepse në këtë gjysmë finale të parë kishte interpretime dhe këngë të cilat nuk e meritonin finale. Për shembull Ukraina, Azerbajxhani kishin këngë të dobta, stonuan, disa interpretime skenike të çuditshme. Shqipëria gjithmonë ka sjell këngëtar të mirë në Eurovision. Nuk kemi qenë më të mirët, nuk kemi qenë më të këqij, por kemi qenë në mes dhe gjithmonë kemi merituar finalen pavarësisht se na është munguar. Por faji kryesor nuk bie mbi supet e këngëtarës, por mbi festivalin shqiptar që e zgjedh përfaqësuesen në këtë festival evropian. Problemi kryesor në prezantimin jo maksimal të përfaqësuesit shqiptar në Eurovision ka të bëjë kryesisht me festivalin e këngës, sepse festivali i këngës është pothuajse komplet e kundërta e festivalit të Eurovisionit. Festivali i këngës njihet si një festival konservativ që nuk është i hapur ndaj rrymave të reja dhe këngëtarëve eksperimentues, ndaj duke bërë që shumë prej këngëtarëve të rinj më suksesshëm në vend të qëndrojnë lart këtij festivali. Ndërkohë që festivali i Eurovisionit është pikërisht festivali që kërkon këngët më trendy, këngët më të fundit, ritmin më të fundit, shihet muzikore, veshjet e ekstravagancat më të fundit. Dhe kjo bën që ata të ndeshen me njëri tjetrin, ndaj dhe përfaqësuesja jonë gjithmonë lak në këto performanca. Megjithatë, shpresojmë që kjo të ndryshojë në vitet e ardhshme, por një anë tjetër e dobët e jona është edhe promovimi, sepse promovimi është zero. Këngëtarja nuk ftohet në emisione të ndryshme që zhvillohen për Eurovisionin në mbar Evropën, rrallë ftohet në koncerte, rrallë ka një video që ja blen ta shikosh edhe të kënaqë syrin. Por ajo që theu rekordin shqiptar në këtë festival para 2 vitesh e që ishte në të njëjtën situatë me Hersin, shprehet se finalja e madhe, por edhe fitoria arrihet vetëm me përkushtim edhe shumë punë. Nuk besoj që çka do tjetër përveç punës së grupit i cili angazhohet për këtë prezantim ka ndonjë rol në këtë prezantim ose në këtë garë. Mua dhe Susit edhe komplet ekipit nuk mund të them që instancat shtetërore ose politika ose na kanë ndihmu. Madje ndoshta ata pas suksesit edhe kanë përfituar nga suksesi i kësaj këngë. Ne kemi punuar në formë tepër të pavarur, me shumë dashuri, me shumë përkushtim. Unë kam thënë disa herë që 6 muaj të vitit, 6 muaj të parë të vitit 2012 ja kam përkushtu komplet këtij prezantimi, këtij përfaqësimi. Sova Rona Nishliu, e cila këtë vit u bë pjesë e librit të rekordeve të festivalit si një ndër vokalet më të mira.